Do t'jem me ekspertin e mjedisit, Arion Sauku, përshëndetje. Përshëndetje. Tani, se si është situata atje ne e shohim, po, për hir të bisedës, do duhet ta nisim nga këtu. Çfarë thot si ekspert? Ne si qytetar, na shqetëson. Ty si ekspert, çfarë konkluzioni del? Është normale? Është e turpshme? Është keq menaxhim? Çfarë është? Unë do thoja që faktikisht ne kemi arritur në një pikë që mund ta konsiderojmë dhe emergjencë kombëtare, sepse jo vetëm lumi që u nxorët në pamje, po të gjithë lumenjtë e Shqipërisë janë kthyer, le të themi, në vend depozitim mbetjesh. Ju shumë mirë nisët me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe me punën që po bën qeveria shqiptare për transpozimin e legjislacionit dhe ju thatë që legjislacioni mjedisor është më i rëndësishëm, unë do thoya që është dhe më i kushtueshëm. Pra dhe institucionet qeveritare e dinë këtë gjë dhe është goxha sfidues. Mbetjet tashmë janë kthyer në një kërcënim për detin e Adriatik, por jo vetëm. Ne shohim këto pamje të cilat janë si pasojë e prurjeve të ndaja të rreshjeve të shiut dhe në të gjitha lumenjtë, unë mund të marr shembull dhe lumin e Ishëm që mbahet njësi ndër lumenjtë më të ndotur në Shqipëri, situata është goxha alarmante. Dhe kryesisht rreth 60% e mbetje nga monitorimet që ne kemi zhvilluar janë mbetjet plastike që janë më problematike. Dhe po t'i futemi edhe më në detaje dhe sipas studimeve që ne si organizata kemi ndërmarr, problematike hasën dhe plastika një përdorimshme. Pra janë ato plastika që përdoren vetëm një herë dhe më pas hidhen dhe janë lehtësisht, le të themi, që ndosin mjedisin, pra lehtësisht të transportueshme edhe nga trupat ujor. Unë do thoya që duhet një koordinim shumë i mirë ndërmjet institucioneve qendrore dhe institucioneve lokale, të cilat janë bashkitë, të cilat kanë dhe përgjegjësi për menaxhimin e mbetjeve, për të ndërmarrë masa dhe që këto situata mos shihen më në Bregdetin shqiptar. Ne kemi pasur vazhdimisht ankesa dhe nga vendet fshinje, siç është Malizi, Kroacia, që është dhe një vend i Bashkimit Evropian, duke na thënë që mbeturinat që derdhen në deltat e lumenjve shqiptar po i gjejmë në Bregdetin ton. Pra është një kërcënim jo vetëm për vendin ton, por edhe për vendet fshinje tashmë, dhe një kërcënim si nga ana mjedisore, nga ana turistike, por edhe për njerëzit. Tani, këtu ka nisur që ta pastrojmë, po puna është çfarë na ka shkaktuar, dhe nuk e di nëse keni ju informacion, është pastruar i gjithë Bregdeti i ndotur? Faktikisht, kjo punë nuk arrihet dot të zgjidhet me aksione pastrimi. Është shumë e mirë që të bëhen aksione pastrimi, të pastrohet, mos jenë më këto imazhe që ne shohim në background, por duhet një koordinim, ashtu siç e thash, shumë i mirë ndërmjet institucioneve përgjegjëse. Pra duhen politika dhe duhen dhe le të themi agjenci përgjegjëse në terren për monitorimin e këtyre mbetjeve. Pra situata ka ndodhur si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm dhe lumenjtë të gjitha hotspotet që kanë përgjatë trupit të tyre, pra në zonat rurale, në zonat urbane ku menaxhimi mbetjeve nuk ofrohet ose është i dobët, ka mangësira, të gjithë këto mbetje i grumbullon lumi dhe i derdh në det. Që kjo gjë mos të ripërsëritet, le të themi, institucionet duhet marrin masa. E para, pikat që janë vend depozitime ilegale duhen të pastrohen dhe nuk duhet të lejohen më të krijohen këto lloj vend depozitimesh. E dyta, menaxhimi i mbetjeve nga bashkitë duhet të arrijë deri në zonat më të largta, pra në fshatrat ku nuk ofrohet ky menaxhim, sepse banorët që jetojnë atje historikisht kanë shumë kollaj që qesin e mbeturinave, nëse nuk kanë një kosh aty pranë, ta hedhin tek lumi. Dhe ato lumi e merr e pastron nga zona tyre, po e çon diku tjetër dhe problematika vetëm transferohet. Unë do të thoya që 80% e mbetjeve që ne shohim në det ose në trupat lumor vjen nga aktiviteti që ndodh në tokë. Vetëm 20% e tyre vjen nga aktivitetet siç është peshkimi, industria, ndet, akvakultura e tjerë. Pra problematika që ndron në tokë dhe kjo, le të themi si problematik, është ngritur zëri dhe në institucionet shqiptare nga rekomandimet që Bashkimi Evropian jep vit mbas viti tek kapitulli i famshëm 27 që është mjedisi. Dhe thotë që ka nevojë për rritje kapacitetesh, për më shumë mjete,
Bashkimi Evropian përmend dhe zonat të cilat nuk ofrohet shërbimi, e një sërt rekomandimesh të tjera, të cilat qeveria shqiptare ose Ministria e Mjedisit, që është dhe institucioni kryesor, duhet të ketë parasysh kur bën menaxhimin e mbetjeve. Kemi një sër ligjesh të cilat janë munduar të rregullojnë menaxhimin e mbetjeve dhe aktesh nënligjore, por deri më tani shohim që situata e menaxhimit të mbetjeve ngelet përsëri problematike. Pra, po të përmendim legjislacionet, ka shumë legjislacione të cilat ngarkojnë me përgjegjësi Ministrinë e Mjedisit, AKEM-in, bashkitë. Pra, kemi ligjin për mbrojtjen e mjedisit, për menaxhimin e integruar të mbetjeve, për miratimin e katalogut shqiptar të mbetjeve e të tjerë dhe kështu me radhë. Por ne shohim që situata në terren është alarmante. Kështu që duhet marrë masa, sidomos nga institucionet. Po Dubrovniku e zgjidhi në mënyrë urgjente, sepse kudo mund të ndodhi kjo dhe komunikimi që ne kemi sigurisht krijon vatra të tilla. Ne na ndodhet bovilla për shembull këtu me mbetje plastike se nuk kemi vënë disa kosha atje, shkojnë turistët, mbarojnë punët e tyre, hedhin edhe mbetjet. Nga ana tjetër ai fshati me pak banesa atje qarkullon e derdhet, pra nuk ka kanalizim me hall tjetër. Tani, ideja që ne po shkojmë Bashkimin Evropian dhe kjo çështja e mjedisit konsiderohet si një nga çështjet kyçe. Ku jemi? Se themi që nuk zgjidhet me aksione, po zgjidhet duke marrë politika të cilat janë afatgjata. Ndërkohë realiteti nuk është se ndryshon, ne i përjashtojmë, flasim për çështjet e politikave dhe nga ana tjetër, dhe kur ndodh vendeve të tjera, ata e zgjidhin për 24 orë, kanë kryhall. Si do bëhet? Për 24 orë nuk mund ta them, ato kanë një historik shumë gjatë dhe ligjit nëse ato e vendosin dhe implementojnë, ato e zbatojnë në terren. Pra nëse ne po ndërmarrim një hap të mirë tani që po shtyhemi edhe nga legjislacioni i Bashkimit Evropian, ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit. Nëse keni dëgjuar, është një ligj shumë i mirë që detyron kompanitë që prodhojnë ambalazhe ose mbetje ti rimarrin ato nëpërmjet infrastrukturës dhe investimit të tyre. Është ligj shumë i mirë, por do të shohim nëse do të zbatohet në terren. Një projekt tjetër që ne po zbatojmë përsëri për plastikën njëpërdorimshme, pra ato plastikat e vogla që unë përmenda, është puna me bizneset. Pra të gjitha bizneset ne shkojmë i bëjmë një auditim dhe i themi se çfarë alternativash të tjera mund të ketë për të mos përdorur plastikën njëpërdorimshme dhe në këtë mënyrë ne reduktojmë sasinë e mbetjeve e cila shkon në vend depozitime, por dhe mbetjet ilegale që hidhen në vend grumbullime pranë brigjeve të domejave. Jone, di çam kujton? Se është bërë dhe pak jo që sharake, po është bërë si histori kjo puna. Doli ministrja Kumbaro, tha qese plastike, tha nami me qeset plastike. Ne po qese plastike po përdorim, po thjesht po i paguajmë ato. Ndryshe nga sa e kam vënë të bashkë. Fushatë dështuar, fiks. Fushatë dështuar, thua dhe ti. Ndryshe nga sa shojmë nga qytetarët e Bashkimit Evropian, që kur e blejnë atë çështjen e plastikës, kutin, e marrin e kthejnë dhe marrin 25 cent asaj kanë. Ata se s'dua ty në terma se nuk e mbaj mend fiks, po që marrin parat mbrapa, jo si shpërble shteti ato, por kanë bler atë që do të konsumojnë produktin, kanë bler dhe plastikën, e pastaj i ruajnë, e shkojnë i hedhin atje dhe bëhet ndarja direkte, e ka zgjidhur vendet e Bashkimit Evropian. Tani nuk po them faktë në Gjermania që ka një standard shumë të lartë e vende të tjera. Ideja është që ne, si shtat dhe ju, bëm qeset plastike, namizi, u vunë gjoba, e u ngritën gazetarët tanë, e dollën në për tregje, e panë, e u kapën me atë fshatarin, e u kapën me atë tregtarin e halkës fundore, e i gjobitën ata, i dorëm dhe në televizor, bashkë me ministren. Dhe sot, ku jemi? Sot në blejmë qeset plastike, të qojmë disa para më shumë diku ku i bjen të ashtë, se i kanë për vetë kontratat. Po si ishe mundur? Mos harroni që të gjitha këto që ju thatë, si shembull shumë të mirë nga Gjermania, vende të tjera të zhvilluara, janë pjesë e zinxhirit të riciklimit. Deri para pak vitesh ne promovonim incineratorët, të cilët nuk funksionuan dhe e dim të gjithë skemën. Tashmë ligji i ri që është vendosur i është rikthyer promovimit të riciklimit. Pra kjo është rruga e dur që ne duhet të orientohemi. Pra ashtu siç ju thatë, pjesa e kanoçeve, pjesa e ambalazheve të kartonit, pjesa e shisheve plastike duhet të rikthehet dhe kompanitë të cilat le të themi në vendet e Bashkimit Evropian e kanë si detyrim mbledhjen e këtyre plastike, të cilat nuk do përfundojnë më në lumenj, në vendin tonë akoma nuk është bërë. Po punohet për ligjin. I bëm disine, po i bëm e propagandë, se koshat i kemi, për shumë po para rastin e Tiranës, që janë ndara me ngjyra e tregon se ku do t'i hedhësh. I mësuam dhe fëmijët ne me këtë.
Po puna është shumë e herë më e madhe. Rasti Tiranës ishte që u ndan koshët, u bë punë e mirë, por kur njerëzit shihnin që e njëjta makinë plerash merrte të dyja koshët dhe i grumbullonte së bashku, atëherë dhe njerëzit le të themi nuk e përqafuan më këtë iniciativë dhe prandaj dështoi. Hallkat e riciklimit duhet funksionojnë deri në fund. Pra jo të gjitha mbetjet të shkojnë në landfill të grumbulluara, por të ndahen sipas rrymave. Dhe unë këtë po them, nëse single use plastic në mbetjet një përdorimshme në Bashkimin Evropian nuk lejohen më të prodhohen, në vendin tonë prodhohen masivisht. Nëse qeset, u vu një ligj, qeset e holla me mikrofilm që u ndaluan për përdorim, u bë një fushat, u ngrit një task force për 1 muaj, 2 muaj, dhe tashmë në gjithë tregjet shqiptare po ripërdoren prapë. Pra kjo nuk bëhet me fushata, por legjislacioni duhet jetë konsistent, le të themi, dhe duhet ketë dhe institucione që e monitorojnë këtë gjë. Tani si është e mundur që ne flasim me epoka ministrash dhe përballë kemi Bashkimin Evropian dhe jemi sërish ose me këto pamjet ose në zero dhe duhet ta nisim prapë nga e para, po nga e para na kushton se ne duhem para për këto. Çfarë po ndodh? Duhet kuptoj sot tani në këtë pikë ku jemi me BE-n, se vetë s'po e bëjmë, po a do të na imponohen ata se dëshkojmë atje. Faktikisht unë thash, ne po bëjmë disa ligje të cilat lidhen drejt për menaxhimin e mbetjeve. Edhe bashkitë që janë përgjegjëse për këtë gjë kërkojnë fonde mbështetëse, sepse menaxhimi i mbetjeve kërkon fonde. Nuk është kollaj për të menaxhuar. Por nga ana tjetër kërkohet dhe një bashkërendim shumë i mirë ndërmjet institucioneve lokale dhe Ministrisë së Linjës për adresimin e këtyre problematikave. Pra ajo që unë thash, nëse bizneset prodhojnë mbetje, ato duhet të jenë të përgjegjshme për të rikthyer ato mbetje dhe të ripërpunuar këto mbetje. Pra është koncepti i ekonomisë qarkulluese, e cila tashmë po promovohet nëpërmjet legjislacioneve dhe rregullore, por në terren akoma nuk kemi parë le të themi një përmirësim të situatës. Unë të falenderoj, shpresoj të kem sërish për folur edhe për çështje konkrete, se ne nisëm me këtë cekëm disa çështje, po kjo është gjë që kërkon vëmendje, në fakt kërkon zërin e ekspertëve, kështu që duket përshëndetur, shpresoj që të na bashkohesh sërish. Faleminderit. Punë të mbarë.